Marieta, Roza dhe Dasara janë 3 emra artistë. Femnart sjell historinë frymëzuese të 3 grave artiste nga Pogradeci, të cilat, duke u nisur nga një qytet i vogël, arritën të bëhen pjesë e skenës dhe artit kombëtar. Përmes dëshmive personale, dokumentari evidenton sfidat, pengesa dhe sakrificat që hasin gratë artiste për të ndërtuar një karrierë të suksesshme. Sigurisht me shumë mund, djers, me shumë talent, por edhe përballë një rrugtimi të gjatë paragjykimesh, ato kanë mundur me artin e tyre të bëhen pjesë e pronës së artit të madh shqiptar. Dokumentari Femnart sjell rrëfimet e aktores Marieta Ljarja, këngëtares Roza Dhame dhe aktores Dasara Xhangolli, 3 emra që përfaqësojnë 3 breza të ndryshëm të skenës shqiptare. Përmes historive të tyre, filmi dokumentar përcjell një mesazh mbi forcën, pasionin dhe kontributin e gruas në art. Rrugtimi në art mbetet i vështirë përballë sfidave të jetës, por përballë sfidave të realitetit maskilist, përballë sfidave të një ambienti që deri diku është paragjykues, arti triumfon. Festivali Ballkanik i filmit dhe kulinarisë në Pogradec mbyllet mbrëmjen e së shtunës, ku pritet të shpallen edhe fituesit.